Përshëndetje, jemi në Radar, do nisim një rubrikë të re ditën e sotme, një rubrikë që do I kushtohet avokatit, quhet Zëri I Qytetarit. Një avokat do përgjigjet gjitha pyetjeve tuaja, gjitha dilemave tuaja. Është avokat që ju e njihni, shpeshherë kemi pasur të ftuar në podcast në rubrika të ndryshme. Kësaj here në një rubrikë që do kushtohet posaçërisht atij, bëhet fjalë për Alban Duraj. Avokat, do të lexojmë shumë pyetje që na kanë ardhur në emailin ton, në emailin e Radarit, që kërkojnë një përgjigje nga ju si një ekspert. Një pyetje që unë po lexoj në këto momente vjen nga Luani, I cili jeton në Greqi, dhe Luani pyet: avokat, dyshoj që gruaja më tradhton, kam parë disa mesazhe nga telefoni I saj, unë ndodhem prej vitesh në emigrim në Greqi dhe dua që të zgjidh martesën me të, cilat janë hapat që duhet ndërmarr. Atëherë ky është një shqetësim, pra për sa I përket punës së tradhtive bashkëtorë, kjo është në masë, pra vitet e fundit, është një fenomen I cili ka ekzistuar në gjitha periudhat e njerëzimit, pra duke filluar që nga antikiteti, mesjeta dhe në kohën moderne në të cilën ne jetojmë, kjo varet nga botkuptimi apo nga mënyra se si e konceptojnë martesën shoqërit, pra ne jemi një shoqëri e cila kryesisht europianët, ballkanasit, por shqiptarët në veçanti, një shoqëri e cila monogami, që quhet mes një martese mes një burri dhe një gruaje, dhe natyrisht të dy në një çift bashkëtorë duhet të kenë parime, të cilat për sa I përket besnikërisë bashkëtorë që është shumë e rëndësishme, por edhe për shkak të një tradite të cilat ne kemi të trashëguar edhe në ditët e sotme. Edhe pse ka shoqëri të cilat nuk e kanë problem, pra kemi shoqërinë të cilat edhe pse nuk lejohet divorci, pra aty janë shoqëri dhe vendet si Filipinet, Singapore, pra janë disa vende në Azinë jug lindore, të cilat nuk e kanë për shkak të besimit, por edhe politikave shtetërore nuk ekziston divorci, pra nëse martohet një burr dhe një grua, ata duhet të jenë të përjetshëm deri në vdekje, dhe aty çfarë ka rezultuar nga studimet, numri më I madh I tradhtive bashkëtorë vijnë nga këto vende. Vijnë nga këto vende për shkak të një pamundësie që edhe pse bashkëshortët mund të arrijnë në një moment që nuk shkon martesa për shkak të konflikteve, komunikimit, marrëdhënieve financiare që çojnë në degradimin e familjes dhe shumë shkaqe të tjera, tradhtisë bashkëtorë, pra këto vende kanë zgjedhur që në heshtje, pra edhe bashkëshorti kryejnë marrëdhënie të tjera jashtëmartesore, të dashur, pra edhe nuk është ndonjë problem, nuk e kanë problem, por nga ana ligjore ata mundohen që ta mbajnë një familje, që është e pamundur. Pra, dhe nëse ne vim I referohemi ligjit ton, pra një nga shkaqet për të zgjidhur martesën është edhe kur një bashkëshort kryen marrëdhënie seksuale apo ndryshe tradhti bashkëtorë jashtë martese. Pra është e ndaluar dhe fare mirë Luani, nëse ka të provuar një gjë të tillë dhe ai kërkon që të shkojë të zgjidhë martesën në gjykat, një nga shkaqet është edhe kjo. Pra një gjë të tillë ai mund ta kryej në vendin ku jeton, pra nëse jeton në Republikën e Greqisë, në gjykatën në të cilën ai ka vendbanimin, mund të kërkojë zgjidhjen e martesës dhe të kërkojë këtë shkak. Ose në vendin ton, pra duke qenë se e ka lidhur martesën, me sa kuptoj, duhet ta ketë lidhur në vendin ton, por janë shtetas shqiptare dhe kanë shtetësinë shqiptare, përveç se mund të kenë dokumentacionin grek apo mund të kenë edhe pasaporta greke, ata mund ta zgjidhin martesën edhe në vendin ton. Dhe një nga shkaqet është mundësia apo nëse e provon me mesazhet e tij, do provoj të çon në gjykat dhe kërkoj fajtësinë. Nuk është se bën ndonjë dallim të madh mes divorcit me fajtësi apo divorcit pa fajtësi, që do të thotë pa shkakun e divorcit nga ana e
e bashortjes në rastin konkret, mjafton që ata të gjejnë një alternativë tjetër, pra që do të thotë kanë ngritje mosmarrëveshje etj. Me radhë. Kjo që ka çuar në një mos komunikim mes palëve dhe ka humbur qëllimin martesës, por unë do ta sugjeroja Luanin që së pari të kërkoj mundësinë, pra nëse ka mbushur mendjen që do të divorcohet, që të bëj marrëveshje me bashorten e vet në mënyrë që ta zgjidhë martesën me marrëveshje. Pra këto janë alternativa të cilat ekzistojnë, pra nëpërmjet marrëveshjen ju mund ta nënshkruani përpara një ndërmjetësi për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve, përpara një noteri publik dhe pastaj kërkoni miratimin e kësaj marrëveshje në gjykatë. Këtu së pari është një vendim gjykate i cili do të jetë me mirëkuptimin e dy palëve zgjidhja e martesës, dhe nëse do ndiqni rrugën gjyqësore, atëherë kjo është pak më e vështirë sepse procedurat janë më të gjata, do bëhet komunikimi i padis, do të jepet mundësia për të bërë mbrojtjen dhe natyrisht kur vjen puna tek prova për të provuar që fajin e ka bashortja sepse ka bërë tradhti bashortore, atëherë bara e provës ju ngelet ju. Pra, por mund të jetë edhe mundësia e padis, duke gjetur mos konfliktin dhe mos marrëveshjen që kanë palët. Megjithatë, të gjitha këto procedura janë procedura të cilat janë të bëshme, që do thotë këto gjyqen në kategorinë e gjyqeve të cilat natyrisht kur nuk ka konflikt mes palëve janë gjyqe të cilat nuk është se e ngarkon situatën, varet se sa fëmijë ka ky çift, a do të gjejnë gjumë e përbashkët për sa i përket takimeve, kush do t'i mbajnë kujdesari, çfarë moshe kanë fëmijët, pra në varësi të edhe përbërjes familjare varet edhe zgjatja e procedurave. Por ajo që unë do t'ju sugjeroja është që të gjeni komunikimin me bashorten për të zgjidhur martesën me marrëveshje, pastaj të kontaktoni një ndërmjetës për zgjidhjen e kësaj martese dhe natyrisht ai do t'ju orientoj edhe për procedurat e tjera, si fillim dokumentacioni që juve ju nevojitet, është certifikata familjare, certifikata martesës, certifikata personale për gjithë pjesëtarët e familjes, vërtetim për sa i përket pagës suaj dhe pagës së bashortes, dhe këto dokumentacione janë shumë të rëndësishëm në këtë fazë të gjykimit për të zgjidhur martesën. Pastaj, për sa i përket pasojave të tjera financiare apo regjimit pasuror të përbashkët, është një çështje që mund zgjidhet në këtë gjykim, por ajo çka mund të bëj është që ta rrisi më tepër gjykimin, që do të thotë seancat mund të zgjaten sepse kemi të bëjmë edhe një objekt tjetër, pjesimin e pasurisë bashkërtore. Nëse ju jeni pa kontratë martesore, pra e keni regjimin pasuror të përbashkët, dhe ndonjë nga ju, në rastin konkret nëse është kështu, nëse bashortja do të martohet me atë person cilin ju e keni kapur në komunikim, atëherë do t'ja vërtetësoni për shkak të seancave gjyqësore, do t'ja vërtetësoni procedurën. Unë mendoj që ju të kryeni një fazën e parë, zgjidhjes së martesës dhe rregullimin e pasojave lidhur me fëmijët, se kush do t'i mbaj fëmijët, detyrimin ushqimor, ndërsa për pjesën e pjesimit pasurisë, kjo mendoj që duhet të jetë një fazë e mëvonshme. Avokat, faleminderit. Ju falenderoj shumë dhe jeni të ftuar gjithë qytetarët që të dërgojnë emailët e tyre, pyetjet që mund të kenë për zgjidhjen e problemeve juridike të çështjeve familjare, civile, administrative, tregtare dhe penale në emailin radarlajme@gmail.com. Faleminderit. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.